Dosja për vrasjen e ndodhur në 7 dhjetor 2023 në Fier është përmbyllur dhe tashmë ka kaluar në duart e gjykatës. Sipas njoftimit zyrtar të prokurorisë së Fierit, dy vëllezërit Krishnik dhe Agim Gashi akuzohen për veprat penale, vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim dhe mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe i municionit. Ngjarja e rëndë ndodhi në lagjen e 16 prillit në qytetin e Fierit, vetëm pak metra larg banesës së viktimës Erion Javori. Ky i fundit, duke qenë i armatosur, tentoi të kundërpërgjigjet ndaj agresorëve, por njëri nga plumbat e pistoletës së Agim Gashit e kapi në kokë, duke marrë jetën në vend. Sipas hetimeve, pista kryesore që çoi në ekzekutimin e Javorit lidhet me një konflikt banal të mëparshëm mes tij dhe Agim Gashit, që kishte mbetur i hapur dhe i pazgjidhur. Dyshohet se ky konflikt është përshkallëzuar në një përballje të armatosur me pasoja fatale. Përveç dy vëllezërve Gashi, në këtë çështje janë përfshirë edhe 3 persona të tjerë: Recep Puka, i cili akuzohet për përkrahje të autorit të krimit, një shtetas me iniciale AL për mos kallëzim krimi dhe shtetasja EX për deklarim të rem para oficerit policisë gjyqësore. Erion Javori, i cili u vra në moshën 34 vjeçare, është Nipi Mendi dhe Demir Backës, dy figura të njohura për autoritetin e tyre në Fier. Medi Backa u vra gjatë masakrës së Levanit në vitin 1997, ndërsa Demir Backa u ekzekutua në qendër të Fierit në tetor 2021 me një tjetër ngjarje të rëndë që tronditi opinionin publik. Pritet që procesi gjyqësor ndaj autorëve dhe bashkëpunëtorëve të nisë në javët në vijim, ndërsa familja e viktimës kërkon drejtësi për të afërmit e tyre.